Tjetra lidhet me mbajtjen e fjalës nga premtimit të kryeministrit dhënë publikisht në lidhje me shpërblimin për forcat armatosura dhe të gjitha forcat e angazhuara në situatën e zjarreve. Sot është miratuar vendimi i Këshillit të Ministrave, i cili autorizon njësitë e pushtetit vendor që të japin shpërblime për zjarrfisat që janë pranë tyre dhe gjithashtu kanë miratuar edhe shpërblimet për gjitha trupat dhe të gjithë forcat që ndodhen në forcat armatosura në aparatin e Ministrisë së Mbrojtjes që janë angazhuar tashmë për situatën e zjarreve. Situata e zjarreve si vjet është menaxhuar në mënyrë shumë të mirë, jemi shumë krenar për punën që të gjithë aktorët dhe faktorët kanë zhvilluar menaxhimin e zjarreve. Kemi mbi 27 vatra masive zjarre që janë mitiguar dhe janë shuar në Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga Firi, Idriza, nga Fusharsi, nga Kurbini, nga Lezhë e tjerë me radhë, ku janë mbi 1380 forca që deri aktualisht janë angazhuar në shuar në këtyre zjarreve, në ndihmimin e këtyre zjarreve. Kapacitetet si asnjëherë tjetër, si asnjë vit tjetër kanë qenë operacionale, pata dhe ndaljen e fundit të kryeministrit, mjetet, zjarrfikset, flota e helikopterëve që është në dispozicion për shuar në këtyre zjarreve, janë mbi 90 mjete që kanë qenë aktive, janë mbi 5 helikopterë që janë aktiv për shuar në këtyre zjarreve. Deri tani, fal koordinimit shumë të mirë dhe fal përgatitjes shumë të mirë edhe të gjithë angazhimin e njësive të pushtetit vendor, prefektëve apo forcave të armatosura nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile janë shuar dhe mitiguar shumë nga rastet e emergjente që kanë qenë në Republikën e Shqipërisë. Aktualisht kemi një situatë zjarri në Dajt, janë mbi 120 forca që aktualisht po punojnë për shuar në këtyre zjarre, pa llogaritur këtu angazhimin që janë edhe nga pushteti vendor. Janë 2 helikopterët që aktualisht po zhvillojnë pjesën e shuarit së zjarreve edhe nga ajri. Besoj dhe jemi bindur që ky shpërblim shkon në vendin e duhur, shpërblim i merituar për njerëzit e punës, për ata që janë vit part fronti që përballen me zjarret dhe që garantojnë që situata jetë nën kontroll dhe e menaxhuar dhe që e gjithë pjesa e biznesit, jetës së qytetarëve është e sigurt për sa kohë këta njerëz janë vit part frontit. Ky shpërblim është shpërblim i merituar. Qeveria jep gjithë atyre të cilët përballen drejt për drejt me zjarret, përballen vit part frontit të gjithë emergjencave kudo në Republikën e Shqipërisë. Dhe e fundit lidhet edhe me një akt i cili lidhet me misionin tonë letërni. Këto janë kryesisht akte që janë kaluar sot për Ministrinë e Mbrojtjes. Faleminderit për pyetjet pastaj.